Arrestohet skifteri nga Kamza, i grabiti nga qafa Florinjt, 26 vjeçares. Është arrestuar 36 vjeçari nga Kamza, i cili akuzohet për grabitjen e një varëse floriri me forcë nga një grua. Sipas njoftimit të policisë, 36 vjeçari ja ka kputur me dhunë 26 vjeçares varësen e floririt nga qafa. Gjithashtu bëhet me dije se ky shtetas ka qenë më parë i proceduar për të njëjtën vepër penale. Njoftimi i policisë finalizohet nga Komisariati i Policisë nr. 5, operacioni policor i koduar Bulevardi. I mori me dhunë varësen e floririt një shtetas e në rrugë. Identifikohet, kapet dhe vjet në pranga 36 vjeçari, i arrestuari dënuar më parë për të njëjtën vepër kriminale. Shërbimet e policisë Komisariatit nr. 5, pas marrjes së njoftimit se një shtetas e ishte vjedhur me dhunë varësja në Bulevardin Nën Tereza, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar Bulevardi për identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe proceduriale të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë nr. 5, u identifikua dhe u kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi KR 36 vjeç, banues në Kamës për veprën penale vjedhje me dhunë. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas në Bulevardin Nën Tereza i ka marrë me dhunë varësen nga qafa, varësen e floririt, një vajze 26 vjeçare. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.